Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në tonë. Unë jam Stezi. Unë jam Eleni, bashkë jemi Stezi në Zylfo. Sot do bëjmë një morning routine. Edhe si që shikuat, ne kemi zgjuar tani në këtë moment, edhe si mund shikohet edhe nga fytyra jonë. Edhe është ora 6:32 minuta. E do të zgjohemi, do shkojmë në tualet, do lajmë fytyrën, dhomët, do përgatitemi bashkë. Unë besoj që do bëj një sleek back, tani do e shikojmë bashkë. Edhe pastaj do hajmë edhe mëngjesin së bashku me juve. Edhe po nuk e kuptuat, kjo do jetë një morning routine për shkollë, domethënë, sepse na keni pyetur shumë nga ju që të bëjmë një morning routine për shkollën. Edhe pastaj shkruani poshtë komenta këto, komentoni me një zemër Leila. Po doni edhe një morning routine të dielën që nuk kemi asgjë, domethënë do të zgjohemi edhe mund të bëjmë krejt gjërat e tona pa me shku në shkollë. Edhe po e doni, komentoni me një zemër të Leila. Sipër do vej këtë trikën këto, ose kisha menduar edhe një tip si thirret një pullover për skemi të zeza. Është ajo dita e javës ku krejt rrobat janë me la ose janë tutha, edhe ne s'kemi asgjë të krafti. Domethënë kemi, por s'kemi si mi kombinuar, sepse në shkollë duam vetëm tuta, jo jeans edhe kështu gjëra elegante. Atëherë, unë do vesh këtë felp nga Lacoste, është blu, edhe këto pantallona të zeza, shumë basic. Do bëjmë edhe pak si shpejt, sepse është 6:39 minuta, edhe ne do bëjmë edhe mëngjesin së bashku. Atëherë, çfarë mund bëj sipër? Ja, prap. Vesha këtë trikën me këtë tutën Nike. Edhe një felp e zezë, se është e mamit, është më vërtet ekstra large. Se është më vërtet shumë e gjatë, por s'ka gjë në shkollë për shkojmë. Edhe në ndërkohë, vajti ora 6:43 minuta. Let's go! Okej, si që shikuat, tani jam në tualetën, ku bëj një ishtë tani kështë për momentin, dhe tani do lajmë fytyrën edhe dhomët. Nuk di pse mua më dalin shpesh kështu gjërat e fytyrës, mund të tek zona vallit edhe tek fasha, nuk e shikon, po shikohet edhe shumë mirë, por ti çfarë tjetër me vetën, nuk kaloj për asgjë në botë. Atëherë, po në hanga me la fytyrën, edhe është ora 6:31 minuta. Dhe kam pak frikë që nuk do të dalë me bërë mëngjesin. Edhe pse si që dini, unë nuk është shumë në mëngjesin, nuk do të mëngjesin, por për videot kur të regjistrojnë në video në YouTube si setën e bëj, sepse mund për videot okej, por nuk është a video mision nga gjumi edhe e ka të të për mëngjesin edhe që më shpejt, jo. Nëse tani do vej një kremë, se ma me pasër shumë mirë, edhe është kjo nga Roche, është kjo, edhe ku e vendosë të krejt tyre, por sidomos të pikët të busha ku kam ma nevojë. Edhe pse është pak, se me thonë, një pakë, është më pëlqen shumë si konsistencë, por
mbush, person që të lëvëllë pakë, sepse jam më vërtet super bezdi, edhe kur kam bërë kustimin e ftyrës të Kate, me tha ajo vajzë që më bërë kustimin, që unë kam ftyra e këtë tendencë të aknejka, edhe kam frikë, sepse mua gja këto pikët e kushe që kam këto dhe japin super bezdi edhe nuk më pëlqen fare. Dhe pastaj dhe një krem tjetër se është kjo nga Clarins. Edhe vetë të krejt ftyra kjo, njëse që nuk është shumë për pikat e kushe, por unë vetë të krejt ftyra. Edhe pastaj, bas kësaj skremni këtu për krejt ftyre, kam një gjelle për zonën poshtë të syri. Se edhe ajo është shumë mirë, edhe është gjithmonë nga Clarins, është kjo gjeli këtu. Edhe ma kam pas bërru gjithmonë për ditëlindjes, është super e mirë. Okej, tani vazhdoj me atë gjelin si ju thash. Flok në di fare si mi bo, sepse flokët e mi jam vërtet super të vështira. Me thonë, unë i laj, por bën super shpejt pisë. Edhe është gjyra më e keqe në botë, sepse komunque unë nuk mund të lajem çdo ditë, se komunque flokët prishen. Një zi fare qa më bo, edhe me bishtin, me thonë me slipe, në mëgjes kam super ftoft të veshti, të ftyra, sepse duke se krejtë arje freskët, po më vjen në ftyrë edhe nuk mundem, me vërtet, kam shumë ftoft të ftyra, ndërsa kur i kam shtlutë, i kam, si më thonë, duke që kam, nuk e di, s'ka shumë ajer që me vjen në ftyrë. Okej, jetolla, sa duhet të majmë këto, 25-30 minuta, është ora 6:56, ne në orën 7:10 do dalim, nuk e dalim, por do i vejmë për 10 minuta. Besoj që nuk i gjen gjo. Atëherë ju keni thonë që këto vendosen kështu, dhe me thonë pjesa më e vogël mbrejnë edhe pjesa më e madhe jashta. Edhe bëjmë edhe këtë nga Victoria's Secret. Të rejtë sepse këtë është pak i mirë. Ja ku është Eleni. Jam të për e gjithë me në gjithë, kam bërë cappuccino dhe të kam bërë një panin me Nutella për stisi së donë. Ja, nuk e do. E do të më. Shkoj edhe të një do në laj Ftyre. Edhe vëndë. Atëherë Eleni tani është në tualete dhe unë do pi cappuccinon që më ka përgatit motra, edhe pse kam frikë sepse cappuccino pastaj më bën barku, sepse ndoshta nuk e shoqëroj me diçka me hor, nuk e di, por do e pi pake, tanto pak ka bërë shumë, domethënë vetëm këtë pjesë, pjesa tjetër është krejt shkum. Është e mirë, po besoj që më ka hedhë shoqërë. Edhe atëre e dini çfarë? Cappuccino ta morë mbrapa. Tani do marr kryerin dhe do shkoj në tualet me motrën që të rrugdoj pak flokët, sepse gja është ora 7:02 minuta dhe po të pres prapë akoma më shumë. Situata do të degeneroj sepse unë s'di çfarë do të bëj tek flokët. Edhe pse ndoshta nuk duket shumë edhe bëj problema vetëm unë, por do të shikojmë. Tu kemi Eleni që po na zënë.
kuzhina me motrën. Pastaj tek shtëpia kam mbet edhe dera të reja. Shikoni sa duken. Janë këto. I adhuroj. Vabbè, këto pastaj janë disa gjëra që do mbyllen avash. Jo avash, por akoma mungojnë vetëm një gjë, se do i themi më vonë. Se do jetë një gjë super funny. Pastaj këtë lulen që e ka pas marrë mami me për Krishtlindje, edhe është akoma këto super e bukur, shikoni. Edhe këtu kemi vejt kritë zonën tonë për salën, kemi vejt divanin, edhe divanin ma vonë do e ndrojme. Por për momentin është super ky divani, do ju tregoj vetëm këtë pjesë. Pastaj kemi rregulluar edhe studion me derat, me krygjërat, por do ju tregoj avash tek videot. Dhe shikoni sa bukur. Jo më shumë, sepse gja ju tregova shumë. Si është Eleni? Shumë mirë, po të se këmë... Sepse kam frikë që më vëm barku. Do e pish timin ti? Pastaj më ke hedhë shësherë të imi? Bo, shumë i e mbull, bo, nuk e di. Jo, si ka përë. Vabbè, nëjse nuk kam frikë. Në Shqipëri kemi blejt këtë perfumin këtu, se kemi pas në gjumë me një dishana, edhe ka një erë super e mirë, që shiri nuk imaginoni kur sa erë e mirë. Unë një herë kam vetë edhe të kropat, edhe besoj që kjo era këtu do të vi prapë, sepse unë dhe vejt dhe sot të kropat, edhe ndihet shumë. Mami mos shikon këtë pjesën, shko para, kaloj këtë pjesën. Por ndihet shumë e vërtet juve, që nuk imagjinoni sa është për roba, por... Po është për ambientin, por edhe robat si ambient është. Sa është ora Eleni, po vlepa nga telefoni? Unë këto flok me vërtet... 7. Okej, atëre unë do shkoj sipër, të vej çoraptë, edhe pastaj të vendos pucat, Eleni që i ka vendosur. Unë sot në shkollë, është një ditë më vërtet shumë e keqe për mua, sepse kam 2 orë ekonomi, pastaj 2 orë anglisht, edhe 1 orë drito. Edhe është dita më e keqe e javës, sepse më vërtet se duhej fare. Por sot do jetë më e lehtë si herët e tjera, sepse kemi 2 orë projekte. Do vinë disa avokate ke shkolla, edhe do të na shpjegojnë pak punën. Atë, unë dërgo vesha kucate, edhe kjo është si duket outfiti, edhe si duken flokët e mia. Shpeç. E di. Okej. Pastaj do këtë pelushi. Pastaj me nit aq shumë kohë në Shqipëri na kanë ndihmuar, sepse unë avash, gjithmonë kur kaloj shumë kohë në Shqipëri, nuk di, mësoj gjithmonë fjalë të reja, edhe më pëlqen, tipo unë këtë kam pas thirrë peliça, ndërsa thirret pelush. Edhe është më e thjeshtë, edhe ju e kuptoni më mirë, edhe është më korrekte si shprehje. Atëherë tani po hiqem sepse është ora 7:13 minuta. Edhe është super vonë. Let's go. Atëherë guys, unë se erdhëm të shkolla edhe tani do haj dreken, sepse Stacy s'ka ardhur akoma, do të mbaroj shkollën në orën 2. Edhe jam të filmoj me telefon sepse nuk gjej aparatin. Edhe ke shkolla nuk ju kam filmuar sepse toaletat ishin blokuar, kështu që nuk kam shkuar tek toaleti. Edhe sot ka shkuar shumë mirë. Po tani po pres Stacy sepse në shtëpi pas Stacy nuk krej fare, edhe sepse s'di çfarë më bërë edhe kështu gjëra. Edhe tani do të shikoj çfarë më hongër sepse kam me vërtet shumë uri. Atëherë kam gjetë aparatin edhe tani po pres që spaghetti bën, se do haj spaghetti me djathë, me parmigiano reggiano. Jam me vërtet shumë të mira që unë i haj gjithmonë, më pëlqen shumë. Unë vdes për pasta, për këto gjëra që asë të mirë janë. Edhe kështu, tani jam këtu ke divani. Edhe rahat këtu. Po pres Stacy. Edhe kaq.
Pasta është gati tani, do shikoj një serie TV, është Suits, atë më pëlqen më vërtet shumë, sepse fol shumë për punën që dëshiroj shumë më bërë kur të rritem. Edhe tani do të vendos parmigiano. Atëherë guys, unë mbarova nga pak me bo shepikte. Tani do I vejmë këtë balsamin nga karantene, se sigurisht nuk duhet që ta vendosim këtu, por këtu tek flokë të gjata, jo tek rënjën duke thirret, pse ishe po nuk e di. Edhe pak fare. Edhe shpërti kref. Unë zbëj vërtet, unë zbëj shumë vështërsi. Këtë kam, do me thonë, pjesën e flokëve e kam super thjeshtë. Do me thonë, I kref shumë shpejtë. I thaj, mban pak kohë, I tha flokë, por jo ai shumë sa imagjinojnë njerëzit. Edhe shikoni që I kam mëruar me krefe, edhe nuk është pse I kam vej balsamin edhe për balsam krefen, por unë e vej sepse ka përshum të mirë edhe përveç këtë përfumin e mirë. Gjëja e bukur është që do me thonë të ndihmon flokun edhe kajshë. Tani do I vaj edhe pak të pishiri sepse akoma janë shumë të lagta. Tadam! Atëre, unë mbarova çdo gjë, kam vendosur peq për syt që do të shkoj të plejgju me këto. Dhe në ndërkohë që kam bërë video që ju tregova produktet që kam përdorur për fytyrën, kam bërë edhe disa story, kështu që nëse nuk na keni bërë akoma follow në Instagram, shkoni, keni linku poshtë në info boxi. Edhe unë kam përdorur, kam lërë filtr. Edhe tani jemi gati për të shkuar me plejgjum. Dhe nesër do zgjohemi edhe nesër shpejt. Do shkoj në shkollë, edhe ju përsëris për herën e tretë që nëse doni një vlog, një daily vlog, një morning routine ku family is beautiful, shkon, del, nuk di, doni me shikuar ditën tane, komentoni me një zemër Leila. Neve do mbyllim video tani sepse mbajti ora 18 minuta, është më vërtet super vonë edhe unë jam shumë e lodhme. Mos harroni me bërë një subscribe, një like, edhe na follow në Instagram edhe në TikTok, në linkun poshtë në info boxi. Neve ju duam, shqitemi të martën me një video. Bye!